Ndaj që emrat e përveçëm janë shumë parëndësishëm se kënë propozon Albin Kurti për president, për arsye që ai nuk do ta zgjedh një person i cili është unifikues, po do ta zgjedh atë i cili i shërben më së miri zotit Kurti. Kështu që nuk ka rëndësi cili është emri, unë mendoj si toni që nuk do të jetë Vjosa Osmani. Nuk do ta propozoj apo nuk do të marr votat? Nuk do ta propozoj zoti Kurti Vjosa Osmanin për arsye që po shihet një farë irritimi që nga forumi ekonomik në Davos edhe futja e Kosovës në bordin e paqes, siç e quajti presidenti Trump, pa një konsultim me zotin Kurti, ka shkaktuar një farë irritimi edhe kërcënimet që po ja bën Vjosa Osmani që nëse nuk rizgjedhëm do të keni probleme me Amerikën, këto nuk funksionojnë më tek zoti Kurti, kështu që ato mundën me shkaktu veç irritim, edhe siç po shihet e kanë shkaktuar një irritim të tillë, por emri që do të jetë nuk e di, po megjithatë unë mendoj që në asnjë variant nuk do ta zgjedh një person i cili është unifikues, sepse nuk është në interesin e zotit Kurti më unifikues kena politike, përkundrazi është më